I nderuar Kryeministri i Shqipërisë, e nderuar zëvendës Kryeministre, i nderuar Ministri i Energjetikës të Azerbajxhanit, i nderuar përfaqësuesi i kompanisë Sokar në Ballkan, i nderuar zoti Niko Peleshi, i nderuar kryetari i Bashkisë, të nderuar përfaqësues të institucioneve, përfaqësues të bizneseve dhe qytetar të Korçës, që jeni pjesë sot e këtij paneli, do thoja një nga më emocionuesit për Korçën. Korça, ne jemi të vetëdijshëm dhe e duam fort të lindur e të rritur këtu, por edhe ata që s'janë prekëndej e dinë që ka spikatur në vite me shembuj pozitiv dhe ka qenë e para në shumë zhvillime kulturore, ekonomike, arsimore, duke i dhënë sinjale zhvillimi Shqipërisë. Por edhe në aspektin e zhvillimit infrastrukturor, Korça ka qenë e para që banorëve të saj ju siguroi 24 orë ujë të pishëm, kanë qenë shembullor banorët edhe qytetarët e Korçës në korrektësinë e tyre për pagesën e faturave të ujësjellësit apo edhe të gjitha shërbimeve tjera që kanë marrë, por ka qenë e para edhe në zhvillimet e ofshme në turizëm, në ekonomi, dhe ky moment për cilin jemi mbledhur sot, pra Korça e para edhe për një projekt madhor siç është gazifikimi, do të ketë një impakt i jashtëzakonshëm jo vetëm në ekonominë lokale të Korçës edhe në bizneset që operojnë këtu, por edhe në ekonominë personale të çdo familje dhe të çdo banori të territorit Korçës. Prandaj e thash, është moment jo vetëm i rëndësishëm, por edhe emocionues për ne banorët e këtij qyteti të ftohtë, por shumë të dashur edhe të ngrohtë, plot me vlera, të këtij qyteti që nga ndonjëherë na shohin me kosto të lartë për shkak të dimrit, por ajo çka na pret është shumë pozitive dhe optimiste, sidomos edhe për shkak të këtij projekti që do të prezantojmë sot. Më lejoni që në çelje të këtij takimi t'ia fjalën kryetarit të Bashkisë, zotit Soti Raqfilo. I nderuar Kryeministër i Shqipërisë, zoti Edi Rama, e nderuar zëvendës Kryeministre, zonja Belinda Balluku, i nderuar Ministër i Energjisë të Azerbajxhanit, zoti Shakbazov, i nderuar ambasador i Azerbajxhanit në Shqipëri, të nderuar përfaqësues kompanisë Sokar, të nderuar përfaqësues të kompanisë TAP, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të dashur bashkëqytetar. Sot është një ditë e veçantë për qytetin e Korçës, sepse sot do të prezantojmë një projekt të jetë të rëndësishëm për të ardhmen e qytetit. Projekti i gazifikimit të Korçës është një projekt pilot në Shqipëri, ashtu siç kanë qenë edhe disa projekte të tjera infrastrukturore në të kaluarën. Korça u bë qyteti i parë në Shqipëri rreth 25 vite më parë, që siguroi furnizimin me ujë të pishëm 24 orë për banorët e saj, duke vendosur një standard të infrastrukturës në Shqipëri, dhe modernizimi i infrastrukturës të qytetit vazhdoi më vonë me rekonstruksionin e plot të rrjetit kanalizimeve, duke u bërë gjithashtu qyteti i parë në Shqipëri që të kishte një rrjet kanalizimesh tërësisht të rekonstruktuar dhe me një impjant të trajtimit të ujrave të përdorura tërësisht funksional. Dhe sot jemi në një moment gjithashtu shumë të rëndësishëm, ku po lançojmë projektin e gazifikimit, edhe ky një projekt pilot në Shqipëri. Në këndvështrimin tim, gazifikimi i Korçës shkon përtej një projekti të infrastrukturës, pasi nëpërmjet këtij projekti ne jo vetëm do të sigurojmë energjinë për ngrohjen e familjeve të Korçës me çmime të përballueshme nga ato, do të zgjidhim një problem të rëndësishëm mjedisor, siç është prerja e pyjeve, por edhe smogu i druve të zjarrit, tymi i druve të zjarrit në ditët e ftohta të dimrit, por nga ana tjetër unë besoj që sot ne do të vendosim një gur të rëndësishëm themeli në zhvillimin ekonomik dhe të qëndrueshëm të Korçës në të ardhmen. Pasi projekti i gazifikimit do të siguroj edhe mundësi për akses për bizneset aktuale dhe bizneset e të ardhmes në qytetin tonë, që të kenë energji me çmime më të lira për proceset e tyre të punës, duke qenë më
konkurruese në treg. Sot është momenti që në emër të gjithë bashkëqytetarëve të mi të falenderoj qeverinë shqiptare për angazhimin e saj, personalisht kryeministrin Edi Rama dhe zëvendës kryeministren Belinda Balluku, qeverinë e Azerbajxhanit dhe personalisht presidentin Aliyev për angazhimin në këtë projekt, kompaninë Sokar, i cili do të jetë partneri ynë në implementimin e këtij projekti, një kompani lider në tregun global dhe rajonal dhe global të energjisë, sidomos në fushën e gazit. Dua të shpreh angazhimin e Bashkisë Korçës dhe timin personal që ky projekt të ecë përpara me shpejtësi dhe në një ark kohor sa më të shpejt ne ta kthejmë në një realitet për banorët edhe për bizneset e qytetit Korçës. Shumë faleminderit gjithëve. Fjala për zonjën Belinda Balluku, zëvendës kryeministre dhe ministre e Energjisë dhe Infrastrukturës. Përshëndetje gjithëve, i nderuar kryeministër, miku im Parviz, Ministri i Energjisë së Qeverisë së Azerbajxhanit, të dashur koleg, miq. Është një ditë shumë e shënuar sot, pasi ashtu siç unë përsëris gjithmonë, kur ne arrim dhe nxjerrim në publik një projekt, ju duhet dini të gjithë që është një rrugë shumë e gjatë. Nuk vjen as përmes 24 orësh punë dhe as përmes 3 faqeve të shkruara. Janë takime, janë vullnete politike, të cilat na bëjnë të gjithëve bashkë dhe ky është rasti për të nënvizuar dhe për të falenderuar qeverinë e Azerbajxhanit dhe veçanërisht presidentin Aliyev, i cili për shkak të një marrëdhënie vllazërore, do thoja, me kryeministrin Rama, ka kthyer syt nga Shqipëria duke e vendosur atë në hartën e prioriteteve zhvillimore të një nga kompanive të ekselencës botërore në fushën e hidrokarbureve, siç është Sokar. Shumë faleminderit për këtë mbështetje dhe ju siguroj që pavarësisht se Shqipëria është një treg i vogël, duke pasur parasysh të gjithë dëshirën që shqiptarët kanë për zhvillime inovative, që shqiptarët kanë për të provuar produkte dhe tregje të reja, unë ju siguroj që ky besim që po i jepni ju sot Shqipërisë, duke nisur një projekt i cili me të vërtet kërkon guxim nga ana e Sokarit për të futur në një treg totalisht të ri, në një treg që nuk ka eksperiencë mbi përdorimin e gazit, do t'ju kthehet në shumë fish, pasi me të vërtet ne besojmë që zhvillimi që vendi ka marrë nga ana ekonomike, sidomos në sektorët kyç dhe kryesor siç janë turizmi dhe bujqësia, do ta bëj përdorimin e gazit në Shqipëri një nga alternativat më të volitshme si për qytetarët, pra abonentët familjar, ashtu dhe për bizneset. Këtu do ndalem vetëm pak, pa dashur që të zgjatem, tek përzgjedhja e Korçës. Kemi bërë një diskutim të gjerë dhe të gjatë me kolegët tanë qeverisë së Azerbajxhanit, midis Alpgazit dhe Sokarit, dhe sigurisht 3 pozicionet më të volitshme për të nisur një gur prove, ashtu siç është ky projekt, ishte Korça, e cila ndodhet afër pikës së daljes së Ersekës, Elbasani dhe Fieri. Për sa i përket numrit të përdoruesve të tregut, sigurisht Fieri e kishte më të lartë si numër, por nga të gjitha studimet dhe sjellja e konsumatorëve, ne vendosëm së bashku që të ishte Korça. Për 2 arsye shumë të rëndësishme. Arsyeja e parë, sepse e tham, kam përshtypjen nën kryetarja e bashkisë, këtu kemi një konsumator model, i cili me të vërtet ka treguar që të gjitha pilotimet që janë bërë në qytetin, bashkinë e Korçës, po dhe në qarkun e Korçës, kanë qenë të suksesshme, si në shërbimet e ujësjelljes kanalizimeve, ashtu dhe të energjisë. Konsumatori është konsumator model, pasi ka paguar gjithmonë faturat e prodhuara dhe nga ana tjetër nuk ka pasur frikë që të testoj produktet e reja. Nga ana tjetër, në këtë bashki
ne kemi një nga nukleat më të rëndësishme turistike të vendit dhe flitet për një turizëm 4 sezone. Pra, që të 4 stinët e vitit, Korça është një model i turizmit i cili ka shërbyer edhe si një udhërrëfyes për pjesët e tjera, rajonet e tjera të vendit për të kthyer në një nga shembujt më të mirë. Dhe komponenti i tretë pse është zgjedhur Korça është për shkak se Korça pas Myzeqes është qarku me bujqësinë më të zhvilluar dhe me volumin më të madh të prodhimit. Kështu që u vendos që ky projekt të marri udhë nga Korça, ky projekt ta kthej Korçën në gurin e provës, duke sjellë kështu një kombinim të jashtëzakonshëm të eksperiencës së Azerbajxhanit, e cila e ka ngritur të gjithë sektorin energjetik të suksesshëm mbi atë çka Zoti ka falur, pra hidrokarburet, por duke pasur një menaxhim shumë të mirë dhe duke e vendosur në listën e elitës së energjisë botërore, dhe nga ana tjetër eksperiencën shqiptare që ka të bëjë me prodhimin e energjisë të rinovueshme, që padyshim na ka kthyer në një nga shembujt më të mirë të Europës për sa i përket edhe konvergjencës me agjendën e gjelbër. Duhet thënë gjithashtu që vitet e fundit, së bashku me kolegun tim Niko Peleshi, kemi punuar disa herë për të zgjidhur ekuacionin e vështirë të ngrohjes me lëndë drusore këtu në qytetin e Korçës. Pasi temperaturat në këtë qytet janë shumë më të ulta edhe se rajoni Elbasanit, edhe se rajoni i Fierit, duke e bërë të nevojshme një alternativë energjetike, siç është ajo e gazit. Në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, me mbështetjen e Ministrisë së Energjisë të Azerbajxhanit, bazuar në marrëveshjen ndërqeveritare që kemi nënshkruar në 1 mars të vitit kaluar, kemi bërë një punë të detajuar e cila ka konsistuar në prodhimin e një masterplani për strategjinë e gazifikimit të vendit. Një masterplan që do të japë Shqipërisë një frymarrje tjetër duke i krijuar një burim alternativ të një energjie e cila duhet të vi tek konsumatori akoma dhe më e lirë se energjia elektrike, që për të thënë të drejtën, viti 2025 ka shënuar një kapitull të ri, sepse për herë të parë ne kemi arritur që të ulim çmimin realisht të energjisë elektrike dhe ato uljet e çmimeve që përdoreshin si shashka politike nga viti 2005 deri në vitin 2013. Një ulje historike e cila prek 1.070.000 abonent, një ulje bazuar mbi eficiencën e energjisë që është dhe kërkesa numër 1 e Bashkimit Evropian, duke pasur parasysh se Shqipëria sot është e ulur në tryezën e negociatave dhe Shqipëria sot është një nga shembujt më të mirë të energjisë së rinovueshme për të gjithë Europën. Dhe i gjithë kjo paket e krijuar midis një energjie elektrike nga burimet e rinovueshme me një çmim shumë kompetitiv, por edhe një burimi tjetër energjetik, siç është gazifikimi, i cili do të mbështesë jo vetëm familjarët, por edhe bizneset, edhe industrinë, sidomos duke nisur këtu nga Korça, për ne do të jetë një zgjidhje e jashtëzakonshme ekonomike që do të ofrojë jo vetëm nxitjen e ekonomive rajonale, por dhe qëndrueshmërinë energjetike si një kërkesë kryesore e Bashkimit Evropian. Dhe punët e mira bëhen me partnerë të mirë, ndaj unë dua të falenderoj edhe një herë Ministrinë e Energjisë të Azerbajxhanit, dua të falenderoj nga zemra presidentin Aliyev për gjithë vëmendjen që i ka dhënë këtij projekti dhe dua që projekti Nur të jetë një nga projektet më të suksesshme të Sokarit dhe i gjithë ky angazhim dhe i gjithë kjo mbështetje nga ana juaj t'ju kthehet në një nga shembujt më të mirë për ta vazhduar këtë projekt edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, derisa të arrijmë gazifikimin maksimal për 100% territorit, por unë do të thoja edhe në rajon. Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Kosova janë 3 shtete të tjera të cilat mund të përfitojnë nga ky
projekt i gazifikimit në të ardhmen. Shumë faleminderit dhe punë të mbar, suksese. Fjala për Ministrin e Energjisë të Azerbajxhanit, Parviz Shakbazov. Your Excellency, Prime Minister. Shkëlqësia juaj, Kryeministër Edi Rama, e nderuar zëvendës Kryeministre Belinda Balluku, i dashur kryetar i qytetit të Korçës, antar të parlamentit, e zonja dhe zotrinj. Më lini tani duke shprehur mirënjohjen time të sinqert për qeverinë shqiptare, për ftesën e sjellshme dhe mikpritjen e ngrohtë, shumë të ngrohtë, do të thoja, gjatë këtyre ditëve këtu që prej mbërritjes time dje. E kam shijuar shumë qëndrimin në këtë qytet të bukur dhe kam mësuar më shumë për kulturën e traditat e pasura të vendit. Your Excellency, Shkëlqësia juaj, zoti kryeministër, më lejoni t'ju përcjell përshëndetjet më të ngrohta e urimet më të mira nga shkëlqësia e tij, presidenti i Azerbajxhanit, zoti Ilham Aliyev, who extends i cili përcjell përshëndetje të përzemërta për ju dhe për popullin e Shqipërisë, duke konfirmuar sërish miqësinë tonë të thellë të qëndrueshme. well recognized that President Është diçka e njohur tashmë që presidenti Aliyev i kushton rëndësi të madhe zhvillimit të marrëdhënieve tona dypalshe dhe do të doja t'ju falenderoja sinqerisht, zoti kryeministër, unwavering support për mbështetjen tuaj të palëkundur between our two. për forcimin e lidhjeve midis dy kombeve tona. Ladies and gentlemen, Zonja dhe zotrinj, strategic vision and miqësia, vizioni strategjik dhe vendimet e udhëheqësve their tanë, regular visits krah vizitave të tyre të rregullta kanë shërbyer si forca kryesore shtytëse për zgjerimin e thellimin e lidhjeve tona dypalshe. Aktualisht, marrëdhëniet Azerbajxhan-Shqipëri kanë kaluar në një nivel të ri, mbështetur në një dialog aktiv politik e në një bashkëpunim dinamik. the first meeting of the Takimi i parë i Komisionit Ndërqeveritar, mbajtur në Baku vitin e kaluar, së bashku me nënshkrimin e marrëveshjes për bashkëpunim ekonomik, dëshmojnë qartë to enhancing our partnership. vullnetin e fortë të dyja vendeve për të çuar më përpara partneritetin ton. Dua t'ju përcjell falënderimet e mia më të përzemërta bashkë kryesueses time të komisionit, mikes së dashur, zëvendës kryeministres Balluku për bashkëpunimin e saj të vletshëm dhe angazhimin e vazhdueshëm për nxitjen e bashkëpunimit ton. Energy sector Sektori energjetik është një prej fushave kyçe të rëndësisë strategjike në ndërveprimin ton dypalësh e në partneritetin ton më të gjerë me Europën, duke kontribuar në të njëjtën kohë për rritjen dhe zhvillimin ekonomik. Azerbajxhani dhe Shqipëria kanë qenë partner të afërt prej një kohe të gjatë përmes korridorit jugor të gazit, duke luajtur rol jetik në rritjen e sigurisë energjetike europiane dhe në diversifikimin e furnizimit me energji. Sot më shumë se 45 miliard centimetër kub të gaz natyror të Azerbajxhanit janë dorëzuar apo janë dërguar në tregjet europiane përmes Shqipërisë e përmes korridorit jugor të gazit dhe gasjellësit transadriatik. Aktualisht Azerbajxhani eksporton gaz në 12 vende, përfshi 10 në Europë, me mbi 50% të furnizimit të përgjithshëm drejtuar në tregun europian. 7 members to more than Zgjerimi i Këshillit konsultativ për korridorin jugor të gazit nga 7 antar fillimisht në 20 vende pjesëmarrëse sot nënvizon edhe më tej statusin e Azerbajxhanit si partner i besueshëm dhe rolin strategjik kyç në ofrimin e sigurisë energjetike. Duke pasur parasysh rritjen e rolit të gazit natyror për të siguruar një furnizim me energji që është i qëndrueshëm, i sigurt e i përballueshëm, duke lehtësuar tranzicionin energjetik, zgjerimi i eksporteve azerbajxhanase në tregjet evropiane
është bërë veçanërisht i rëndësishëm. Ashtu siç presidenti Aliyev ka theksuar së fundit dhe citoj, gjeografia e furnizimit ton me gaz në Europë do të rritet absolutisht, sepse sot tashmë jemi të përfshirë në krijimin e rrjeteve të shpërndarjes së gazit në disa prej vendeve europiane. Disa prej tyre nuk e kanë një të tillë, disa të tjera duhet ta sqarojnë. Dhe Azerbajxhani si investues planifikon ta bëjë këtë. Kështu, gjeografia e furnizimit ton me gaz do të rritet absolutisht përmes mënyrave të ndryshme për fshije dhe ndërlidhësit. Dhe përfundoj citimin. Në këtë kontekst, Shqipëria ka një rëndësi të veçantë për Azerbajxhanin. Gazifikimi i qytetit të Korçës, projekti Nur, që prezantohet sot, është një shembull i jashtëzakonshëm i partneritetit ton të nivelit lartë dhe miqësisë tonë të qëndrueshme. Azerbajxhani është krenar që sjell ekspertizën e vet të gjerë të gazifikimit në Shqipëri si kontribut i vlefshëm në bashkëpunimin ton dypalësh energjetik. Gjatë takimit COP29 në Baku në nëntorin e kaluar, në nënshkrimin e memorandumit mirëkuptimit midis SOCAR dhe Ministrisë Infrastrukturës e Energjisë së Shqipërisë dhe Alpgazi, si edhe çelja e zyrës së SOCAR Gas Albania në Tiranë, janë hapa domethënëse që janë hedhur drejt këtij qëllimi. Projekti i gazifikimit në Korçë do të zbatohet me investimet azerbajdxanase dhe në nënshkrimi i marrëveshjes me qeverinë pritëse është thelbësore për ta përshpejtuar këtë proces. Ne besojmë se përpjekjet tona të ndërsjella e proaktive do të garantojnë suksesin e kësaj nisme. Si hapi parë në zhvillimin e infrastrukturës së gazit në Shqipëri, ky projekt udhëhequr nga SOCAR mbart rëndësi strategjike dhe vlerë simbolike për vendin. Projekti do të diversifikojë furnizimin me energji të Shqipërisë, do të mbështet agjendën e saj të klimës dhe do të ndihmojë të arrijë objektivat e shkarbonizimit. Kjo nismë nënkupton po kështu edhe rritje të qasjes në energji dhe ulje të mbështetjes tek lëndët djegëse tradicionale si qymërguri dhe drut e zjarrit. Në fakt, suksesi i këtij projekti do të shenjojë një pikë kthese në rritjen e përfitimeve që merr nga gasjellsi transadriatik për Shqipëri. Në zgjerimin e tapit dhe procesin e gasifikimit, Shqipëria, duke ruajtur rolin e saj strategjik të tranzitit, do të shndrohet edhe në një vend që importon e konsumon gaz nga ky gasjellës. Zonja Zotrinj, sot Azerbajxhani është në pararojë të nismave rajonale edhe në energjinë e gjelbër. Vendi ynë synon të diversifikojë më tej furnizimin me energji të vendeve europiane përmes korridoreve të reja të gjelbra të energjisë dhe burimeve të ripërtëritshme. Partneriteti energjetik që kemi krijuar përmes burimeve tradicionale të energjisë ka potencial të jashtëzakonshëm për të zgjeruar më tej sidomos në fushën e energjisë së gjelbër. Përmes punës sonë përbashkët në nivel qeveritar, jemi të përkushtuar që të kapim çdo mundësi që shfaqet duke thelluar partneritetet tona në energji, duke çuar përpara projektet infrastrukturore, duke nxitur investimet e ndërsjella. Jemi besim plot se projekti Nur, që simbolizon miqësinë tonë, do të realizohet me sukses dhe bashkëpunimi ynë energjetik do të luajë një rol kyç në zhvillimin e mëtejshëm të qytetit jashtëzakonshëm të Korçës dhe do të shtoj mirëqenien e qytetarëve të saj. Duke përmbyllur, uroj me zemër mirëqenie dhe përparim për popullin e Shqipërisë dhe shpresën time që ky sukses të vazhdojë jo vetëm në këtë projekt, por në të gjitha përpjekjet tona të përbashkëta. Dhe më lini të përfitoj nga kjo mundësi për t'ju përcjellë përshëndetjet e mia më të ngrohta të gjithëve ju në këtë ditë me diell pashke. Faleminderit shumë.
Për të njohur me ecurinë e deri tanishme të këtij projekti madhor dhe hapa temptation, ftoi në fjalën e tij përfaqësuesin e kompanisë Sokar në Ballkan dhe drejtor ekzekutiv i Sokar Gas Albania, Murat Hydarot. Your Excellency, Prime Minister. Shkëlqësia juaj, Kryeministri i Republikës Shqipërisë, zoti Edi Rama, shkëlqësia juaj, zëvendës Kryeministri i Republikës Shqipërisë, zonja Belinda Balluku, i nderuar Ministri i Energjisë e Azerbajxhanit, zoti Parviz, i nderuar kryetari i Korçës, të nderuar ambasador, përfaqësues nga Ministria e Energjisë, nga komuniteti i biznesit, rezident, banor të Korçës, zonja Zotrinj. Është privilegj për mua që jam sot këtu dhe të prezantoj projektin Nur për ju, shkëlqësi Kryeministri i Shqipërisë. Pam filmimin dhe ndoshta do të ndalem pak në diapozitivin më tej për Azerbajxhanin. Është një vend në Kaukazin e Jugut, është në kufim e detin Kaspik, një sipërfaqe 86.6 kilometër katror, dhe shihni popullsinë dhe PBB-n aty në ekran. Në diapozitivën tjetër do të shihni se sa krenar jemi për historinë tonë të naftës. Diapozitiva tjetër. Shihni që kam mjaft gur kilometrik që kemi arritur gjatë shekujve të fundit dhe në fakt do t'ju tërheq vëmendjen për këtë. Në 1949 patëm, në 1846 ka qenë pusi i parë i naftës në Azerbajxhan dhe aty filloi edhe përpunimi industrial. Pak më tej, pas 50 vitesh, në 1899 Azerbajxhani u bë prodhuesi kryesor i naftës në botë dhe pas kësaj 50 vjet më pas, më 1949 ishim pioner të prodhimit në det për herë të parë në botë. Diapozitiva tjetër, Sokar është kompani udhëheqëse e energjisë në rajon e po kështu me një reputacion mjaft të mirënjohur globalisht. Diapozitivi tjetër. Është e integruar vertikalisht dhe në fakt ofron një gamë shumë të gjerë shërbimesh dhe aktivitetesh në nivelet e larta, të mesme dhe të ulta dhe në fakt ka nisur të ofrojë mundësi aktivitete ekonomike edhe jashtë Azerbajxhanit, ku ne jemi të përfshirë shumë në shërbimet e kërkuara për prodhimin e gazit dhe naftës. Diapozitivi tjetër. Ne veprojmë në 15 vende dhe kemi filiale në këto vende në Turqi, në Gjeorgji, në Zvicër, në Emiratet e Bashkuara Arabe, Rumani, Ukrainë dhe në Federatën Ruse. Po kështu, ne kemi zyra që funksionojnë të Sokarit në Gjermani, në Bullgari dhe në Turkmeni. Filiale tonat kanë po kështu zyra në Gjenev, zyra tregtimi në Gjenev dhe në qytetet tjera, por jemi krenar të themi sot se ne kemi çelur zyrën e parë të tregtimit Sokarit në Republikën e Shqipërisë që ka nisur në shkurt të këtij viti në Tiranë. Po kështu, ne ofrojmë edhe veprimtari të ndryshme në terren, pra në Evropë e gjithashtu në rajone më gjerë. Ministri Sharbazov foli për korridorin jugor të gazit. Është një
sistem transmetimi gjigant ndër kufitar me 4 komponent që janë prodhimi, gasjellsi që nis nga Bakuja në kufi me Turqin, pastaj gasjellsin që kalon përmes Turqin deri në kufi me Greqin dhe pastaj gasjellsi transadriatik që përshkon Greqin përmes Shqipërisë shkon deri në Itali. Është një projekt shumë miliardësh dhe në fakt Azerbajxhani ka si pjesë në këtë projekt rreth 10 miliard dollar si aksione. Natyrisht është diçka e njohur për të folur për gasjellsin transadriatik në Shqipëri, sepse Shqipëria ishte një prej vendeve kyçe që e promovoi gasjellsin transadriatik. Disa shifra të përditësuara së fundmi, presim të arrim 13.5 bcm gaz që kalojnë përmes Shqipërisë, që do të thotë Shqipëria kontribuon drejt për drejt në këtë vëllim gjigant kontributit të gazit, duke e çuar në destinacionet parësore si Italia, duke qenë pastaj duke synuar tregjet e tjera, ndërkohë që tapi pritet të zgjerohet. Sot në shumë raste theksuam marrëdhënien shumë të ngushtë midis shkëlqesis së tij president Azerbajxhanit dhe shkëlqesis së tij kryeministrit të Shqipërisë. Është një komunikim shumë i ngushtë që ka çuar në përshpejtimin e marrëdhënieve dypalëshe në të gjitha fushat. Tani informacion për projektin Nur. I vetmi qëllim që kemi vendosur numrin e banorëve të Korçës është për t'ju treguar diçka, që ju të shihni që më shumë se 55.000 njësi familjare, gati 90% përdorin drurin për ngrohje. Ky është rezultati i studimit të fizibilitetit që u krye për ne nga Ernst & Young dhe kjo shifër është mjaft domethënëse dhe projekti Nur duhet të kontribuojë për uljen domethënëse për të mos thënë për uljen tërësore të kësaj shifre. Po pse besojmë që projekti Nur është kaq i rëndësishëm? Qoftë për Republikën e Shqipërisë, për qytetarët e saj, për qeverinë. Së pari e përmendëm sot se gazi ofron lëndë djegëse fosile që janë më miqësore me mjedisin, pra është më i pastër dhe krahasuar me burimet tona tradicionale të energjisë, është shumë më tepër efikas. Sigurisht që ne besojmë se gazi natyror në Shqipëri dhe në Korçë do të shpërndahet në kategori të ndryshe klientësh, janë banorët, ndërtesa publike, industrie e qytetarët zakonshëm. Besojmë që në këtë fazë të parë konsumi mund të arrijë deri në 15 miliard në 15 milion pra BCM konsum, por cilat janë gjetjet e studimit të fizibilitetit. Teknik dhe tregtar, dhe me qëra fjala, ne jemi shumë të kujdesshëm edhe ndaj përmbajtjes lokale. Pra, ne jemi shumë të vëmendshëm ndaj tyre, sepse ky projekt apo ky studim është dorëzuar nga kompani vendese. Megjithatë, ky studim nuk tregoi asnjë vështirësi në zbatimin e projektit në pikpamjen teknike. Cilat janë njësit apo ato numrat kryesor. Sot në fazën kur kemi përfunduar projektimin inxhinierik bazë dhe modelin fillestar tregtar. Buxheti është rreth 44 milion euro.
që në fakt mund edhe të ndryshoj në të dyja drejtimet, për më keq apo për më mirë. Shpenzimi deri më sot është më pak se 1 milion, ndërkohë që rrjeti i shpërndarjes do të jetë 65 kilometra, siç e thash, do të ketë një shpërndarje gazi prej 15 milion metrash kubik me normë depërtimi prej 50%. Në fazat e ndërtimit, e para do të na ndihmojë që të përcaktojmë datën përfundimtare, ku do të jemi krenar që të shpallim furnizimin me gaz të Korçës. Le të shkojmë edhe një herë tek kjo diapozitiv. Teknikisht, çfarë përfshihet në projektin NUR? Së pari, dua të them se projekti NUR nuk duhet konsideruar si një projekt i veçantë apo më vete, sepse do të varet nga përparimi i projekteve të ndryshme të promovuara e të zbatuara nga ente të ndryshme, por të gjitha projektet duhet të sinkronizohen. Kjo është shumë e rëndësishme për të gjithë ne, që të jemi absolutisht në harmoni kur realizojmë aktivitetet e projektit. Së pari, gasjellsi Transadriatik që kalon nëpërsi të Korçës në stacionin 25. Pra, gasjellsi Transadriatik duhet të ndërtoj daljet, pikat dalse nga infrastruktura e tapit drejt infrastrukturës që do të ndërtohet dhe do të vihet në funksion nga Elbgazi. Në fakt, presioni është 95 bar dhe objekti i punës do të jetë për të zhvilluar, për të ndërtuar dhe për të vënë në funksion stacionet e uljes dhe të matjes së gazit, për ta ulur trysnin nga 95 në 60 bar dhe po kështu të siguroj një linjë ndërlidhëse midis gasjellsit Transadriatik dhe hyrjes së qytetit të Korçës, ku Sokar do të marrë pastaj këtë pjesë për të ndërtuar rrjetin që e përmenda e që është 65 kilometra. Do të ndërtojmë po kështu një stacion për uljen dhe matjen e presionit gazit në Verije në jug të Korçës. Projekti do të nisë njësoj në të dyja këto zonat qytetit, pra do të njët nga pjesa e qendrës për shkuar pastaj në periferi. Po të shkojmë tek diapozitiva tjetër, siç u përmend, projekti përbëhet nga 3 faza, që siç thash, pjesa veriore e qytetit do të jetë e para që do të gazifikohet, e shihni aty me ngjyrë të kuqe, pastaj do të kemi fazën e dytë me ngjyrën blu, që do të jetë ndërtimi i degës jugore dhe gazifikimi i pjesës së mbetur të institucioneve, pastaj në qendrës qytetit dhe zonave të banimit në jug. Dhe faza e tretë është më e vogla në përmas, që është ndërtimi i pjesës së mbetur të rrjetit dhe me gjas edhe zgjatimi deri në vendbanimin në Mborje. Ashtu siç e tha edhe zonja Belinda Balluku, ne mund të shohim më tej për gazifikimin e mëtejshëm të Shqipërisë, por nuk do të jetë projekti NUR tashmë. Do të gjejmë emra të tjerë të bukur edhe për projektet e tjera për të gazifikuar Elbasanin, Podgoricën, Fierin, Vlorën, kush e di, duke arritur me gjaz 100% gazifikim të Republikës të Shqipërisë nga Sokar. Ndoshta kjo do të jetë një detyrë shumë e vështirë për ta bërë vetëm Sokar, po do të mbështetemi tek partnerët tanë për këtë. Sigurisht, në zbatimin e projektit NUR duhet të jemi plotësisht në përputhje me kërkesat
ekzistuese qoftë në legjislacionin kombëtar të Republikës së Shqipërisë, ashtu edhe në legjislacionin e Bashkimit Evropian. Pikë pari, kjo kërkon që ne të konsultohemi dhe të identifikojmë aktorët. Në fakt e kemi bërë këtë gjë. E kemi bërë kur zhvilluam misionin Fakt Mbledhës dhe kur u takuam me kryetarin e Bashkisë Korçës, morëm kontakte, patëm komunikime me grupe të ndryshme biznes, në pushteti vendor, OJQ e kështu me radhë. Dhe ky dialog duhet të vazhdojë. Në një fazë të caktuar të projektit, ne do të ngrëm një grup këshillimor që do të bashkëpunojë ngushtë me komunitetet këtu. Sigurisht, ashtu si në rastin e gasjellësit Transadriatik, zbatimi i këtij projekti do të sigurojë vende të reja pune, do të kontribuojë për përfitime në ekonominë lokale dhe do të sigurojë një punë shumë të ngushtë me bizneset lokale për t'i angazhuar në projektin tonë. Duke vazhduar tek diapozitivi tjetër, do doja t'ju jepja disa përditësime dhe informacione për mënyrën si do të ecet përpara. Së pari, siç e përmenda, zhvilluam fillimisht një mision Fakt Mbledhës në Korçë në shkurt 2023. Përfunduam studimin e fizibilitetit në shkallë të plotë tregtar e teknik në fillim të 2024, që në fakt u bë nga Ernst & Young dhe IPCAS, dhe siç e thash, në patëm përfundimin e fazës fillestare informuese dhe pastaj nënshkruam të memorandumin e mirë kuptimit për të vijuar pastaj me projektimin inxhinierik front-end, që është në fakt faza e projektimit në shkallë të plot inxhinierike të projektit dhe po kështu për të harmonizuar modelet e biznesit të projektit. Pra, edhe një herë, siç u përmend, u nënshkrua memorandumi i mirëkuptimit midis kompanisë SON, Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë në nëntor 2024 në kuadër të COP29 në Baku. Socargas Albania u çel si zyrë, u ngrit pra, u themelua si zyrë në dhjetor 2024 në Tiranë, Shqipëri, dhe zyra jon ka nisur veprimtarinë e saj nga shkurti i këtij viti. Së bashku kemi hartuar marrëveshjen e qeverisë pritëse, të cilës ju referua dhe ministri Parvis, dhe planifikojmë të nisim negociatat me qeverinë e Shqipërisë muajt që vinë. Siç e thash, duhet jemi plotësisht në linjë me legjislacionin shqiptar dhe evropian, kështu që çdo zgjerim, çdo zhvillim strukturor i infrastrukturës së transmetimit të gazit duhet të kalojë një sër procedurash rregullatore. Njëra prej tyre është që të nisen bisedimet me transportues të ndryshëm, të cilët duhet të rezervojnë pra pjesën për përcjelljen për dorëzimin e këtij gazi duke u lidhur me Transadriatikun, gasjellësin Transadriatik. Pra, është Sokar që është si zyrë që do të negociojë pastaj me qendrën. Në fakt, gur themeli apo më mirë kryesori duhet të bëhet nga Alpgaz. E di që është bërë lidhja me Alpgazin dhe gasjellësin Transadriatik, natyrisht ka edhe elemente tjera që duhen arritur, që s'kam dyshim do t'i arrijë me sukses në kohën e dur. Me gjas, përpara se sa t'ju falenderoj për vëmendjen tuaj, dua t'ju them se emri Nur nuk ka nevojë për përkthim.
ka të njëjtin kuptim në të dyja gjuhët, në atë shqiptare dhe atë azerbaxhanase. Kështu që besojmë se të gjithë së bashku do t'i sjellim nur Korçës. Faleminderit. Zoti Niko Peleshi, deputeti i qarku të Korçës në Parlamentin Shqiptar, një nga kontribuesit më të rëndësishëm në transformimin e Korçës në këto 2 dekadet e fundit. Përshëndetje, mirë se keni ardhur, dashur miq, i nderuar ministër, i nderuar kryeministri i Shqipërisë, zonja zëvendës kryeministre. Nuk po zgjatem, thjesht dua të ndaj me ju emocionet si korçar, por edhe si bashkëpunëtar i këtij projekti. Fillon nga projekti TAP, kam qenë në këmbët e kryeministrit në ceremoninë e vendosjes së tubit të parë të gasjellësit TAP në Selanik, po flisim tani me Malforin, dhe ja ku erdhëm sot pas rreth 10 vitesh në një projekt i cili për qytetin tonë, për Korçën, është me të vërtet një nur. Korça është një qytet me nur, por me këtë projekt infrastruktura nëntoksore e Korçës do të plotësohet pra në standardet më të larta bashkë me ujësjellsin, kanalizimet dhe padyshim dhe me gazifikimin. Nuk ka një projekt tjetër që ta konkurojë për nga multidimensionet që ky projekt ka. Ky është një projekt me impakt të drejtë për së drejtë në ekonomi. Padyshim, siç u tha edhe këtu, nga studimi i fizibilitetit janë rreth 90% ende për fat të keq të familjeve dhe të institucioneve publike, disa institucione publike që përdorin drut e zjarit, dhe kjo alternativa e gazit, padyshim do të jetë më konkurruesja nga të gjithë alternativat e tjera të energjisë për ngroje, do të jetë një energji për gatim gjithashtu. Dimensioni tjetër është edhe cilësia e jetës. Duhet thënë që ngroja me dru, siç e dinë gjithë korçarët, është një ngroje e pjesshme e shtëpisë, pra nuk mund të ngrohesh dot gjithë ambientet e shtëpisë apo të një institucioni publik, por vetëm atje ku vendosen sobat, ndërkohë që kjo është një teknologji krejt tjetër, pra cilësia e jetës rritet në një standard tjetër, që do të thot edhe shëndet, pra një shoqëri, një komunitet më i shëndetshëm, do të thot burim energjie alternativ dhe konkurrues edhe për sipërmarrjen, ndaj këtu janë shumë sipërmarrës talentuar të Korçës që e presin me gëzim këtë projekt. Kemi folur këto ditë, se ashtu janë ditët këtu në Shqipëri, pra janë ditë të rëndësishme edhe për shkak të zgjedhjeve për fatin dhe meritën, sepse Shqipëria sot është pikërisht në një moment historik të kombinimit fatit me meritën. Edhe ky projekt është një kombinim i fatit me meritën. Fati që në Korçë kalon nga sjellsi TAP, një projekt kaq strategjik, po dhe merita. Sepse po të mos ishte një marrëdhënie vllazërore dëshmitari së cilës jam edhe unë modestisht, ndërmjet kryeministrit Rama dhe presidentit Aliyev, natyrisht që nuk do të ishim sot këtu për këtë projekt kaq fantastik. Kjo marrëdhënie vllazërore, marrëdhënie njerëzore e veçantë mishërohet këtu në tubat e gazifikimit të Korçës, patjetër, ndaj dhe nuk është vetëm fat, po është dhe merit. Unë dua të jap një merit të veçantë edhe Belindës, zëvendës kryeministres sonë, sepse që në ditën e parë dhe deri në sot ka qenë jo vetëm profesionalisht e investuar, por edhe kemi folur për skema inovative, kreative që ta bëjnë këtë projekt sa më ekonomike dhe të përballueshëm për familjarët, pse jo edhe për sipërmarrjen. Këtu përreth kemi imazhet e pazarit të vjetër, është një nga projektet transformuese në kuadrin e projektit të qeverisë për rilindjen urbane që transformoi Shqipërinë, qytetet dhe fshatrat e Shqipërisë, dhe këtu kemi përdorur disa skema të kombinimit publik-privat, pra me mbështetje grantesh, me kredit buta e tjera, të cilat e bën të mundur realizimin e atij projekti fantastik në një kohë shumë të shkurtër. Kështu do të jetë edhe projekti i gazifikimit, në një kohë të shkurtër do të jetë realizimi, në mos gabohem për rreth 12 muaj nga momenti i parë dhe deri në përmbylljen kaq nevojitet, pra nuk është një premtim një projekti së ardhmes, por është i pothuajse së tashmes, edhe duke mbështetur pra përdoruesit familjar dhe sipërmarrësit, ne do të mund ta bëjmë atë realitet në një kohë të shkurtër. Unë do të jem me të gjitha fuqitë e mia përkrah Belindës, sepse kryeministri e bëri pjesën e vet të madhe, shumë të madhe, të pasvendësueshme në këtë projekt, për ta bërë atë realitet sa më shpejt. Shumë faleminderit të gjithëve, edhe tani fjala për kryeministrin Edi Rama.
Përshëndetje të gjithëve dhe një mirëseardhje shumë të veçantë miqve tanë të shtrenjtë nga Azerbajxhani, Ministrit të Energjisë, dashur Parvis dhe gjithë delegacionin që shoqëron. Është vërtet një moment shumë domethënës edhe për mua personalisht, përveç se për të gjithë ne së bashku këtu në Korçë, pasi për ata që e dinë se çfarë përfaqëson Azerbajxhani sot dhe çfarë përfaqëson Sokari, një kolos evropian, dhe për ata që mbase nuk e dinin deri sot, po që pan nga prezantimi se kush ka ardhur këtu në Korçë, është vërtet një shenjë shumë kuptimplot e imjësie të posaçme. Pasi kjo kompani ka kaq shumë projekte, kërkohet kaq shumë kudo. Dhe gjetja e kohës, marrja e mundimit për të ardhur jo në Tiranë, po deri në Korçë, me drejtuesin CEO-n e kompanisë, që na bëri një prezantim shtërrues, dhe me gjithë të tjerët në delegacionin e ministrit, është vërtet një gest kuptimplot i një miqësie dhe një partneriteti strategjik me një vend shumë mik, me të cilin e duam të forcojmë më tutje lidhjet tona. Nga ana tjetër, dua të jap një detaj jo të parëndësishëm për mua të paktën, edhe besoj që ministri do të dëshmoj për mua që ky emër i bukur Nur Drit është zgjedhur posaçërisht nga presidenti i Azerbajxhanit. Ka qenë ai që ka pagzuar projektin me këtë emër, dhe është ai që kujdeset posaçërisht për këtë projekt. Unë kam qenë dëshmitar kur i ka thënë ministrit dhe të pranishmëve nga projekti në Shqipëri nuk duam fitime, e rëndësishme është mos humbasim dhe të fitojnë qytetarët e atij vendi mik. Dhe patjetër që për Sokarin ky projekt nuk është një projekt domethënës në aspektin financiar, po të kesh parasysh çfarë investimesh bën Sokari, por për ne është një projekt shumë domethënës, ashtu si kundër për miqësinë dhe marrëdhënien e veçantë me Azerbajxhanin është një projekt domethënës. Dhe patjetër që nëse ashtu si kundër latë kuptohet dhe drejtuesi i lartë i kompanisë, projekti që fillon me Korçën do të shtrihet hap pas hapi më tutje dhe mëtej edhe me pjesëmarrjen e investitorëve të tjerë, por jam i bindur që edhe shteti shqiptar do ketë një fuqi tjetër kur të vijë ajo ditë të bëhet gazifikimi i Shqipërisë dhe tapi të shërbej edhe shtrirjes së mëtejshme së bashku me projektin tjetër madhor që është Joniano Adriatiku, atëhere sigurisht që kjo kthehet në një histori suksesi edhe financiar edhe për Sokarin. Por për momentin nuk jemi tek ky fakt. Për momentin jemi tek fakti që me partner prestigjioz ndër më të mirët që mund të zgjidhen në botë sot, siç janë partnerët e Sokarit, ne jemi në nisje të zbatimit, sepse projekti ka nisur siç e pat kohë më parë për të ardhur deri këtu.
Dhe fal mbështetjes nga presidenti, fal garancisë që është profesionalizmi dhe kapaciteti i SOCAR-it, brenda vitit 2026, kjo punë e bukur për Korçën synohet të përfundojë dhe në 2027 korçarët të jenë të parët që të ndezin çelësin e ngrojes me gaz. Ky projekt vjen në një moment goxha domethënës për sektorin e energjisë në Shqipëri. Vjen në një moment kur ne po investojmë shumë dhe po diversifikojmë portofolin e energjisë. Vjen në një moment kur sot Shqipëria është prodhuesi më i madh i energjisë diellore në rajon dhe kur një sër investimesh tjera në proces apo të parashikuara na vendosin në parashikimin shumë optimist, por të mbështetur në shifra dhe në fakte, që brenda 2030-s 30% e energjisë son të vi nga dielli. Nga ana tjetër, ky projekt vjen në momentin kur ka filluar puna, ka filluar puna në tavolinë pas firmosës marrëveshjes për lidhjen me Italinë nëpërmjet bashkëpunimit me trilateral mes qeverisë së Republikës së Shqipërisë, qeverisë italiane dhe qeverisë së Emiratëve Bashkuara, që do të na japi ne një pozicion shumë të favorshëm strategjik në aspekt të transmetimit të energjisë dhe të gjitha këto bashk ndodhin në një proces kur Shqipëria vendosmërisht hedh hapa domethënës për të bërë një vend sovran nga pikpamja energjetike brenda vitit 2028 dhe pastaj Shqipëria 2030 për të qenë një vend eksportues neto i energjisë. Para se të vinim këtu, ishim së bashku me Belindën, me Nikon në Maliq, ku folëm edhe për një projekt tjetër të jashtëzakonshëm, i cili ka filluar dhe ai, është në procesin pra të projektimit. Projekti është quajtur pumping system i Statkraftit, një kolos tjetër europian i cili do të investojë 1.8 miliard euro për të zgjeruar kapacitetet e devollit, e hidrocentralit dhe për të krijuar një sistem ripërdorimi të ujit në funksion të rritjes kapacitetit. Janë burime të reja, janë fuqi e shtuar për sektorin energjetik dhe për ekonominë tonë, dhe nuk mund të jemi dot më të kënaqur, sinqerisht, për pjesëmarrjen e SOCAR-it dhe të qeverisë së Azerbajxhanit në këtë rrugtim tonin. Azerbajxhani është një vend me një histori sa të dhimbshme, aq edhe heroike, një vend shumë krenar i cili sot po njeh një transformim të jashtëzakonshëm fal leadershipit vizionar dhe shumë të vendosur të presidentit. Është një vend nga i cili ka shumë për të mësuar dhe fatmirësisht ne i kemi dyert e hapura për çdo gjë që ne kemi nevojë të mësojmë nga miqtë tanë dhe jam shumë mirënjohës për ndaj presidentit Aliyev, sinqerisht. Belinda dhe Niko e thanë, duket mbase sikur është egzageruar, por nuk është as pak. Është realisht një mik i madh i Shqipërisë, një mik i madh i shqiptarëve dhe unë
e konsideroj nder që ta konsideroj mik dhe që më konsideron mik. Shumë faleminderit edhe një herë miqve tanë që janë këtu të pranishëm e përsëris qeshi pak drejtuesi Sokarit kur dëgjoj që thash që nuk kanë ardhur në Tiranë, kanë ardhur deri në Korçë. Edhe nuk besoj se i ka shkuar në herën mend që do vi deri në Korçë në drejtimin e një kolosi si Sokari, po jeta është ajo që ndodh kur je duke bërë plane të tjera drejtor. Kështu që më vjen mirë që e ke marrë me një buzëqeshje të madhe vllazërore këtë detyrë që për ty e di që është një detyrë më shumë në shumë detyrat që ke, po unë jam i bindur që falë edhe mbështetjes tënde dhe të skuadrës tënde, edhe me mbështetjen e padiskutueshme të ministrit, që është i gatshëm gjithmonë, ne do të sjellim edhe një herë në Korçë, drejtor. Do të sjellim edhe një herë, minimalisht edhe një herë, kur së bashku të hapim Chelsin për të lëshuar gazin të gjitha shtëpitë e korçarëve. Unë nisa nga fjala jote, fundi 2026-s. Edhe në këtë pikë, unë dhe presidenti jot jemi njësoj, ke afatet, jemi njerëz në hall të madh, edhe më mirë mos të bëhesh objekt i hallit tonë. Shumë faleminderit.